Nëse sot do duhet të bëjë një vlerësim performance të Këshillit dhe të anëtarëve të Këshillit, do të ishte negativ. Që nga dita e krijimit të tij deri më sot. Ndërkohë që kërkohen të promovohen, të bëhen antar gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë, kujt diun se çfarë. Ndërkohë që performanca në vlerësimin tim dhe jo vetëm bazuar në raportet tuaja. Ka vetëm 40 vlerësime në 7 vjet. Natyrisht lidhet në konsiderant time me përgjegjësinë e Këshillit, me përkushtimin nga ngarkesën e punës së çdo antar Këshillit, lidhet edhe me këtë gjë. Pyetja ime pra është si do ta trajtojmë këtë? Çfarë ndihmë doni? Çfarë mbështetje? Keni një dokument? Apo flasim në erë? U bë vite që flasim në erë. Se të gjithë thonë qeveria, po qeveria juaj askush i kërkon llogari qeverisë suaj. Po shqiptarët nuk kam se i kërkojnë llogaria asaj qeverisë që është këteja. Për çështjen e stokut, për çështjen e cilësisë së hetimit, për çështjen e shkeljes së drejtave të njeriut, jeni ju qeveria. Ju jeni ju qeveria. Nuk janë ata. Jeni ju. Dhe ne jemi këtu edhe për ju dhe për ata. Praktikisht. Tashti, pra,